Ku është më e mira të falet namazi i Bajramit? Më e mira është që namazi i Bajramit të falet në namazja, pra në shesh. Kjo është më e mira, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur se tregohet edhe për hadithe, dilte dhe falte namazin e Bajramit bashkë me shokët e tij në namazja, në shesh. Në rast nevoje, mund të falet namazi i Bajramit edhe nëpër xhamia. Namazi i Bajramit nuk ka as ezan dhe as ikamet. Gjithashtu nuk ka namaz përshëndetje për namazjan. Ose nuk përmendet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka fal namaz para namazit të Bajramit dhe pas namazit të Bajramit. Kështu që s'ka namaz sunet para namazit të Bajramit dhe as pas namazit të Bajramit. Por kështu që kush shkon me fal Bajramin në namazja, në shesh, nuk fal 2 rekate para faljes së namazit të Bajramit. As nuk fal sunete apo nafile pas namazit të Bajramit, pasi nuk është transmetuar diçka e tillë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Madje është transmetuar që profeti nuk ka fal namaz sunet as pas para Bajramit, as pas namazit të Bajramit. Por nëse do të falësh namazin e Bajramit në xhami, atëherë para se të ulesh në xhami, qoftë edhe para namazit të Bajramit, pra do të falësh 2 rekate për shëndetje të xhamisë. Kjo është diçka e veçantë, domethënë, për xhamin.